dhe i ndova disa informata nga portali Koa.net. Te kronika zgjedhore nuk hyra fare, se thash se do të diskutojmë dhe do të flasim në fakt për debatës zgjedhore, për zgjedhjet e datës 28 dhjetor, për premtimet që po bëhen, a do të mbahen apo jo. Gjitha këto ne do të diskutojmë tash në studio bashkë me kolegon Eralden Fazliu që e kemi në studio. Mirëmëngjes, mirë se na ke ardhur. Mirëmëngjes, Agnesa. Është kënaqësi që të kemi këto, Eralden. Qysh po shkojnë punë, na trego fillimisht, edhe a je lodha jo me këto debatet? Apo dalin edhe natën? Mirëmëngjes, prapa Agnes, jo fort e zakonshme në qëtë kohë me ardhë ndoshta në studio, me që po punojmë kryesisht natën, si që dini. Tash jemi në javën finale, edhe mu lodhë se kemi në mend, se do të me shti motorat në funksion ma shumë, edhe mu konë sa ma energjik, se kemi veç edhe 6 ditë, se logaritet edhe sot, deri kur qytetarët kanë dalë me votu, edhe çdo ditë na, si që keni pa, jemi duke i pas debatet me partit politike për tema të caktuara, pra i kemi debate tematike, pastaj Mimoza po vazhdon me mysafirët e saj kryesisht për temen për cilën po diskutoj me partit. Nuk është diçka fort e jashtëzakonshme, me qenë se ky vit për herë të 4 nëse llogarisim edhe balotazhin jemi në proces zgjedhor, prandaj lodhje më shumë nganjëherë po ndjejnë njerëzit që janë në garë, kandidatët, edhe ato po na i shprehin edhe para se me hynë debate ose pas debateve, që është pak e çuditshme për shkak se njerëzit cilët po synojnë me marrë pushtet, po ndihen të lodhun pa janis garës. Mos vinë në pushtet lodhër. Po, edhe nga njëherë është po duket pak edhe qesharake me pa qysh ta shprejhin atë lodhjen që e kanë, qysh secili prej tyre thot jemi lodhën, në anën tjetër kur të futën mandej në debat janë goxha energjik me sulmunion e tjetrin. Sa i përket rrjedhës përgjithshme është po shkon goxha mirë. Mundem me thonë që ky proces zgjedhor tani është shumë ndryshe prej zgjedhjeve të nënshkurtit, para 10 muajve tash sa u bën, për shkak që po e shohim një gatishmëri më të madhe të partive politike me i dërgu përfaqësuesit e tyre në debat, që e bën një farë dallimi shumë të madh. Në anën tjetër, mundemi me folë edhe për cilësinë edhe më pak ka polarizim, ka përplasje aty këtu, por po duket që me nën të shkurt ka pas shumë më shumë përplasje, shumë më shumë akuza e kundër akuza, se sa po shohim tash. Jo vetëm debatet e zgjedhjeve në kohë që organizojmë ne, po po shohim përgjithsisht është një klimë pak më relaksume, ani pse sporadikisht ka atë. Po nëse i him tash analizës shtu më shumë politike, mbase edhe që kjo lodhja ka ndikuar që nuk po dojnë më tutje me vazhdu këtë lloj polarizimi të thellë. Ka polarizim, ka akuza kundër akuza, po për shkak që pas zgjedhjeve do duhej që të formoheshin institucione, do duhej që dikush të bënte koalicion me dikë dhe rrjedhimisht në një farë lloj reflektimi, ndoshta edhe për shkak të lodhjes, jo për shkak të racios të politikanëve tek ne. Ky është dallimi që po mundem ta bëj, siç e kanë pa teleshikuesit tonë, ne jemi duke pas debate të tematizume, edhe po provojmë që në debatet tona të flasim më shumë për temat, jo vetëm për të kaluar ose akuza që dalin pra. Për shembull, sonte kemi në plan të diskutojmë për sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit, për reformat në drejtësi, dhe këtu nuk është se ju japim edhe ne hapësirë si moderator që të dalin edhe të përplasen për tema cilat nuk janë relevante për temën cilën do e diskutojmë. Prandaj është e rëndësishme edhe prej anës sonë si gazetar që ta mirëmbajmë pak një proces kështu të debatit, edhe t'i ofrojmë shikuesve tanë më shumë përplasje të ideve se sa përplasje që në botën e tanishme të medias mbase edhe duken shumë atraktive, por në thelb nuk i sjellin asgjë interesit publik. Edhe as nuk e kuptojmë ndoshta se çka është dhe çka duan ata të bëjnë nëse vinë në pushtet, edhe cilat janë idetë apo premtimet e tyre në fakt. Kam përshtypjen që këto përplasjet kur janë teje të personale, kur personalizohen, këtu janë edhe një farë mënyrë edhe për me ju ikë vetë politikanët premtimeve koncize, premtimeve cilat pastaj edhe ne si media, po dhe gjithë qytetarët mund t'i mbajnë përgjegjës ata cilët po synojnë të marrin pushtet. Është shumë lehtë dikujt t'i thuash ti e hajën, ti e kështu, ti e ke bë kështu në të kaluarën,
se sa të thuash se çfarë unë do të bëj për temën e caktuar në 4 vitet e ardhshme nëse vinë pushtet. Prandaj është goxha e rëndësishme, pra po e them edhe një farë përgjegjësie gazetareske që kemi gjithë ne, që të provojmë të marrim premtime sa më të përpjekta, t'i mbajmë përgjegjës për premtimet pastaj, e jo t'i lëmë të lëshohen në akuza e kundër akuza, cilat mbas edhe gjenerojnë një farë lloj audiencë më të madhe në raste siç e shohim ditët e sotme të mediave sociale dhe televizionit, por nuk janë në interes publik. Ajo punë tjetër, ajo ndoshta sa për klikime. Po pra. Shkojnë në bërë ato debatet e tjera, por se do qoftë kjo një mënyrë shumë e mirë me ju tregu shqiptarëve për atë se çka duan të votojnë kë dhe edhe për subjektin, po ashtu edhe për liderin, sepse e dim sa të lidhur janë edhe për subjektin politik, po ashtu edhe vetëm për liderin, apo kështu që ndoshta më mirë ti dëgjojnë idetë dhe ti dëgjojnë ndoshta edhe premtimet se çka duan ata të bëjnë në të ardhmen nëse edhe vina pushtet. Absolutisht, ne dhe këto ditë për shkak që për ndryshim prej 9 shkurtit kanë qenë 30 ditë fushate, ka qenë shumë e gjatë realisht, aja ka shkaktuar një farë lodhje pothuajse kronike, të zgjedhje është pak më lehtë, pra kemi filluar prej ditës së mërkurë dhe do përfundojmë të shtunën, dhe edhe për çështjet e caktuara, mënyrën si kemi renditur, për shembull, debati i parë ka qenë mbi rritjen e çmimeve, inflacionin. Çfarë plani kanë partitë politike të... Një temë që diskutohet çdo ditë. Absolutisht. Absolutisht. Tema e dytë ka qenë arsimi. Nga njëherë ne harrojmë që temat më të rëndësishme i lëm jashtë edhe diskursit mediatik edhe publik. Pra, është të rëndësishme që t'i mbajmë edhe ne si gazetar t'i rëndisim, t'i marrim, diskutojmë çështjet që kanë rëndësi. Rritja e çmimeve apo inflacioni, arsimi ka qenë tema e dytë, shëndetësia ka qenë tema e tretë. Sot do diskutojmë, siç e thash, për sundimin e ligjit dhe betejën kundër korrupsionit. Nesër do ketë një temë tjetër që është e rëndësishme që ka të bëjë për energjinë, zhvillimin ekonomik. Pastaj natyrisht do jetë edhe politika jashtme, por çfarë dua të them është që gjatë gjithë kësaj kohe kemi provuar që temat që edhe ne i vendosim, edhe i ftojmë partitë, i ftojmë partitë që dërgojmë përfaqësuesit e tyre dhe i diskutojmë ato tema, në thelb janë temat kryesore të interesit publik dhe ne shohim edhe përmes motjeve të ndryshme se çfarë janë të preokupuar qytetarë, çfarë ata në fakt e kanë si prioritet. Ne nuk po i shohim se çfarë në rrjetet sociale po shkon më virale, por ne duhet edhe si gazetar, ndoshta po e stërthe kësaj, por është të rëndësishme që edhe individualisht, edhe si gazetar vetë ta mendosh se cilat tema duhet të shtyhen para, cilat tema kanë interes publik. Dhe arsimi, shëndetësia, rritja e çmimeve, ekonomia në tërësi, politika jashtme, pse jo, këto janë temat kryesore të cilat duhet t'i diskutojmë, do provojmë, t'i mbajmë edhe gjatë gjithë kësaj jave deri ditën e diel kur qytetarët dalin votim. Ju tha që pak politikanët po theksojnë dhe po deklarojnë që janë lodhë dhe ata vetë nga debatet politike, po ju rrallëherë dëgjojmë edhe prej qytetarëve, ndoshta edhe kur dalim për deklarata në shesh, në qytetet të ndryshme, po edhe kështu ndoshta dhe ata pak po uikin debateve politike, po në anën tjetër edhe ata mirë shumë që janë këtu dhe duan të dinë se çka të votojnë. Çush e keni po? Do dalin qytetarët në zgjedhje, janë të interesuar me ditë se çka po premtohet në këto debate politike dhe çka po premtohet nga liderët? Tash tjetër gjë është që çfarë te pjesa e parë se çfarë ne edhe si gazetarë synojmë ka ta orientojmë cilat janë temat kryesore, në anën tjetër sa janë të interesuar qytetarët. Unë besoj që nga njerë interesimi edhe vjen se nga gjithë media, diskursi publik, partitë politike, cilat tema po i shtyjnë para dhe pastaj njerëzit natyrisht kur bombardohen në një farë mënyrë, në një farë lloj hegemonie të lajmeve ndryshme, ata kanë shumë vështirë të flasin për aspekte programore. Pra nëse flasim për program, ne vetëm këtyre ditëve kemi parë që pasi edhe ka filluar në zyrtare fushata zgjedhore, i kemi parë programet e tyre të publikohen në vend se të publikoheshin 1 javë, 2 javë përpara, që njerëzit të kishin mundësinë. A i kanë publiku krejt ajo? Kam përshtypjen që po, mirë po, e dini ka parti cilat i kanë publikuar, por nuk është se kemi kopje të këtyre programeve ose që janë online të qasshme. Pra, nuk është se partitë politike fort kanë qenë të interesuar të flasin baza programore. Pra po them,
e gjithë fushata ka qenë edhe është tashmë më ngjason edhe në rrjetet sociale. Pra partitë politike sikur duan t'i zgjedhin disa premtime kyçe dhe sikur që bën reelsat në mediat sociale dhe ata t'i bëjnë këto premtime. Dhe kjo fushat mund të them që është dominuar nga diskutimi për pagat, pensionet, shtesat. Se këtu prekin në qytetarët? Po, natyrisht, nëse flasim për shtesat, janë 400.000 fëmijë llogaritë. Nëse flasim për pensionet, janë 200.000 fëmijë. Nëse flasim për pagat, vetëm në sektorin publik janë rreth 90.000, 100.000, plus pagat nuk e prekin vetëm sektorin publik, po ja paga minimale për shembull që është diskutuar janë edhe rreth 300.000 punëtor të sektorit privat, 330.000 saktësisht. Pra, po flasim për një masë të madhe të njerëzve që janë potencialisht votues dhe natyrisht partitë i orientojnë politikat e tyre, i orientojnë premtimet e tyre karshi idesë që të marrin vota nga një bazen si që thirret më i madh i votave. Dhe këto është e natyrshme dhe s'ka asgjë të keqe që premtohen këto gjëra, por në anën tjetër ju po e vreni që se si po i orientojnë secila parti pastaj krejt edhe aty janë fokusuar. Po pra, vetëm aty dhe në mënyrë ndonjëherë të stërtheksu që t'ju ngulitet qytetarëve në kokë se cili është premtimi kyç për paga, cili është premtimi kyç për çështje të caktuara që kanë të bëjnë me benefitet, sikur se janë shtesat. Edhe jo të flasin shumë për politika më të vogla, ose politika shumë të rëndësishme si që është energjia. Ne shumë pak po e shohim se cili është plani. Shohim kritika edhe për rritjen e çmimeve të energjisë, siç e dim 5 vitet e fundit vërtet është rritur çmimi i energjisë, por nuk është se po shohim diçka shumë konkrete. Ne do e kemi edhe debatin nesër do jetë për energji, por është vështirë të nxjerrësh premtime kyçe, meqense është një sektor i ndihshëm, edhe e dim po ashtu që është vështirë edhe s'po shohim ndonjë program fort të etabluar prej asnjëherë nga partitë për sektorin e energjisë. Asnjë nuk mund të thotë se a do të shtrenjtohet apo do të lirohet energjia. Ndërkohë kryesisht ish partitë opozitare kritikojnë për rritjen e çmimit të energjisë, por kur i pyet ata në debate tjera, po flas nuk është se po shoh që po japin ide të qarta, ose edhe pushteti nuk është në gjendje të thotë që e ka në plan të ulë çmimin e energjisë elektrike, ndërkohë kur kritikohet thotë në të njëjtën kohë që nuk është në dorën tonë, është zyra regulatori që është një institucion i pavarur. Pra janë çështje që duhet t'i shohësh më në thelb. Që dihet mënyra se çu ka funksionuar në fakt dhe çu rriten çmimet nga. Po, jo vetëm po marr shembuj të ndryshëm që ka politika të cilat i prekin drejt për drejt qytetarët, po partitë politike nuk janë në gjendje të flasin në gjëra konkrete, programore. Ka tek kjo pjesa ku më letë edhe merren vendimet, si çështja e shtesave, është si çështja e kuletës tënde, ti vendos ka do i distribuosh paratë që i ke në xhep, ndërkohë të ndërtosh diçka, po provohet ndër vite, jo vetëm tash, po provohet ndër vite që është politikë pak më e vështirë, të ndërtosh politika të dizajnuara mirë që shkojnë në shërbim qytetarëve. Çka mendon që do të ndodhë me datën 28 dhjetor, qysh ka me shku çdo zgjedhje? Unë dua të flas për rezultatet, unë e di që ndoshta nuk mundesh me thonë një emër të caktuar një subjekt politik, po a ka me pas koalicione apo jo? Tutje pastaj në formimin e qeverisë, çka mundet me ndodhë dhe a do të formohet kjo qeveria jo? Qëra Agnes, është vështirë të thuhet prej këtu, e as pak si gazetar e para dorës, nuk është se dua edhe jo vetëm që s'është etike profesionale, po në fundit edhe si gazetar kush jam unë që të jap fundja fundit edhe prognoza në mënyrë publike kanë fjalën, por çfarë mund të thojmë në këtë moment është se po duket sikur edhe partitë politike kanë ardhur në atë pozicion dhe kemi parë deklarata publike, për shembull të Ramush Haradinaj, që është afëruar në farë mënyre, ka lënë shenja që do të mund të shkonte në koalicion. Kemi parë deklarata publike edhe të partisë në pushtet, të nënkryetarit Saj Glaukoniusa, që është një farë përpjekje për depolarizim, për depërshkallëzim. Tash se si do të manifestohet, natyrisht kjo është edhe se çfarë rezultati do kemi. Rezultatet do të jenë të jetë rëndësishme për atë se si pastaj do të vije procesi post-zgjedhor i krijimit koalicioneve. Kam përshtypjen që koalicione do të ketë pas
pas këtyre zgjedhjeve, por ne prap nuk e dim. Është shumë e rëndësishme të shihet cili do të jetë konfiguracioni, cilat do të jenë numrat pas zgjedhjeve, që të na bëjnë ne edhe të kuptojmë se a ka mundësi të krijohet një koalicion apo friga ka ekzistuar edhe më herët, është edhe tanishme që e kundërta mund të ndodhë që për shkak të zgjedhjes së presidentes së re, mundën partitë edhe pak ta shtyjnë një lloj krize, le të themi, dhe prodhojnë edhe një proces zgjedhor që pastaj ta zgjidhin çështjen e presidentes së re. Por ai skenar i ka edhe të këqijat e veta për shkak që prej muajit mars pastaj nuk do të kishte paga në sektorin publik, e shumë institucione do të bllokoheshin financiarisht, prandaj besoj që partitë do reflektojnë në këtë aspekt. Edhe do të sulmojnë. Po, ndërkohë se çfarë pritet të dielen, për të mos folur në mënyrë specifike, por nuk është se po pritet ndonjë tërmet politik, nuk ka ndonjë pritje që do të ketë diçka jashtëzakonshme. Dhe nga një lexim politik, unë jam edhe politolog kështu me studimet, kur e sheh 10 muajt e kaluar, nuk është se ka ndodhur diçka shumë e jashtëzakonshme që të prodhoj ndonjë tërmet politik që njëra parti ta bëjë një kthesë dramatike, le të themi, të fitoj dikush 15% më shumë se sa zgjedhjet e kaluara, ajo do shënonte një kthesë të veçantë. Secila nga partitë nëse do fitonte 10 ose 15% më shumë se ç'kishte fituar në zgjedhjet e nëntëshkurtit, definitivisht ajo do të shënonte një kthesë politike dhe një potencial që të ndryshonte komplet konfiguracioni politik i vendit, komplet mundësia që të krijonte ndonjë qeveri të opozitës, ish partive opozitare, apo mirë po nga ajo që shohim është që numrat janë aty, nuk ka ndonjë lëvizje drastike, 2-3 plus minus, 3-4 ndoshta maksimumi parashihet. Natyrisht kjo nuk është e bazuar në ndonjë numër, është një perceptim i përgjithshëm që guxoj të lëshohem etikisht deri në këtë mos. Edhe atë natë do t'jeni pra me debate, ndoshta me parashikime, exit pollet, të cilat do t'i komentoni edhe do t'i diskutoni edhe jo edhe të ftuarit aty në studio, apo jo? Që ta dinë edhe shikuesit si çdo herë tjetër. Po, ne nuk është se kemi ndonjë exit poll për të dielën, po do kemi debat pastaj presim edhe rezultatet preliminare, të cilat po vinë brenda tashmë orësh, nëse ju referohemi zgjedhjeve tani lokale, ne i kishim në ora 8:30. Shëral deri inshallah punën sistemi. Po, mos kemi diçka tjetër. Shiko, vetëm në zgjedhjet e nëntëshkurtit e kena pas një problem goxha të madh me webfaqen, e cila duket që është sanuar për shkak që ka funksionuar si orë zvicrane nëse i shohim 2 procese të zgjedhjeve lokale. Qoftë raundit të parë, por edhe balotazhit, kështu që duhet besojmë në institucione në farë mënyrë dhe të shpresojmë që do e ndjekin të njëjtën rrugë, edhe duket që kanë sanuar edhe teknikisht gjëra, kështu që ndoshta nga ora 9 ne vetë se do i kemi rezultatet preliminare, nëse bazohemi në procesin e zgjedhjeve lokale, ndonë se këto din me qenë më të komplikuara për shkak të natyrës, se zgjedhjet lokale goxha shumë dallojnë prej këtyre nacionale. Sidoqoftë, ajo çfarë kemi në program është që prej orës 19 ne do të jemi direkt, menjëherë pas mbylljes së gjitha qendrave të vendvotimit në Kosovë, do jemi me mysafirët tanë edhe do të fillojmë të lexojmë reagimet e para, meqense siç e dim, menjëherë pasi të mbyllen kutit, kalon aja koha kur partitë politike edhe liderët mund të shpallin ose edhe të komentojnë, meqense gjatë gjithë ditës e kanë të ndaluar të bëjnë më fushat, se përfundon në ditën e zgjedhjeve, nuk është se kanë të drejtë ligjërisht. Kështu që presim të kemi një proces të mbarë, e më e rëndësishmja është që të jetë proces i rregullt, nuk është se këto ndoshta një 10 poll zgjedhje, nëse i llogarisim edhe proceset e balotazhit, ka pasur të lashe, pra proceset zgjedhore me rëndësi është të jenë fair, të jenë demokratike, të jenë të drejta, dhe pastaj do shohim rezultatin, do shohim besoj para orës 10 do i kemi rezultatet preliminare dhe pastaj mund të diskutojmë post festum, le themi, mund të diskutojmë se çfarë na pret në 2026, pasi këto zgjedhje po rastisin të jenë pesisht në fund të vitit, edhe me 30-in, 29-in do të kemi
speciale, nuk e di nëse me 30 do kemi, sepse kemi edhe program festiv në Koavizion edhe do shohim skemën programore, do na tregojnë, po gjithsesi çfarë është e rëndësishme është që deri të dielën i gjithë procesi të shkojë kështu i qetë, i rregullt, pa ndonjë polarizim me larg qoftë ndonjë dhunë. E më rëndësishme është kjo të materializohet vullneti qytetar, e ne jemi këtu natyrisht si gazetar për të raportuar në formë korrekte, për të zhvilluar debatet në mënyrën që të japim mundësi secilit ta kenë mundësinë, pra jo vetëm partitë e mëdha, por edhe partitë më të vogla dhe secili ta ketë zërin në studiot tonë. Dhe po ashtu dhe të kenë mundësi dhe qytetarët me dëgju. Natyrisht. Kalojnë në shardje dhe fyrje është shumë e vështirë, kështu se çka duan tonë pas atyre fjallëve. Faleminderit Eralde për kohën, faleminderit që nisë mëngjesin kaq herët. Me ne në studio në fakt, sepse ndërsa mëngjeset e tjera mund të jenë të hershme, si të qoftë ardha në punë ka qenë më ndryshe. Ishte kënaqësi, Agnes. Gjithashtu edhe për mua. Ne tani do të kalojmë tek diçka tjetër, nuk po flasim më për zgjedhjet, po kalojmë tek Universiteti i Prishtinës dhe nxënësit, studentët në fakt, të cilët kanë zhvilluar një kampanjë humanitare që nuk është hera e parë që po zhvillohet diçka e tillë, janë duke mbledhur dhurata jo vetëm studentët, stafi akademik, por edhe qytetarët e tjerë të cilët janë të interesuar, është një datë e caktuar deri kur mund të dhurohen dhe gjitha ato do të shkojnë në qendrën klinike universitare, kujt saktë do t'i dhurohen e kuptojmë tash bashkë.